Vendimi i gjykatës kushtetuese për rikthimin e emrave të vjetër të rrugëve dhe sheshit në Tetov vazhdon të krijojë tensione mes udhëheqësve aktual dhe opozitës në komunë të Tetovës. Kryetari i Degës së BDI-s në Tetov, një herës edhe ish kandidat për kryetar komune nga radhët e BDI-s, Bajram Rexhepi, përmes një konferencë për shtyp sot i ka dhënë ultimatum 3 ditor komunës së Tetovës për të thirrë seancë urgjente të Këshillit për rimiratimin e vendimit për emrat e rrugëve, ose në të kundërtën, do të kalohet në protesta ose do të organizohet referendum ku qytetarët e Tetovës do të vendosin nëse këto emra do të kthehen si më parë apo jo. Ne sot jemi mbledhur këtu që t'i bëjmë një thirrje përfundimtare komunës së Tetovës që brenda 2 apo 3 ditëve të ardhshme të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, një seancë urgjente, ku do të fillojë procedura për miratimin ose rimiratimin e vendimit të cilin e ka abroguar gjykata kushtetuese, vendimin e vitit 2007 të sjellur nga Këshilli Komunal, i cili ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore konform ligjeve pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratojë këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plot të këshilltarëve tanë. Nëse komuna e Tetovës do të refuzojë thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese. Ky vendim, pas të gjitha informacioneve që ne posedojmë, është orkestruar dhe është organizuar nga bota serbe dhe nga qartjet ruse të cilat veprojnë në rajon. Hapat që ne do marrim do i analizojmë ditët në vazhdim. Do me thënë, nuk përjashtohet as protesta, po nuk përjashtohet as thirrja e një referendumi në të cilën të gjithë tetovarët do japin mendimin e tyre për të problem. Nga komuna e Tetovës thonë se vendimi i kushtetueses për rikthimin e emrave të vjetër është bërë në koordinim me BDI-n. Zëdhënësi Albion Alili shton se BDI ka lënë punët në gjysmë dhe zëtohet se përfaqësuesit aktual të komunës do i zgjidhin këto probleme. Ndërkaq sigurojnë qytetarët se pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna do të vazhdojë të përdorë emrat në gjuhën shqipe që u miratuan në Këshillin Komunal të vitit 2007. Vendimi kushtetues është orkestruar pikërisht nga ata të cilët duan të ndjellin tensione ndërretnike. BDI ka pasur 20 vite pushtet për të rregulluar të gjitha punët tjera, përfshirë edhe ndryshimin e emrave të rrugëve, shesheve apo institucioneve tjera, por fatkeqësisht nuk e kanë bërë deri tani. Një vendim të cilin ata e kanë marrë në vitin 2007, nuk e kanë çuar deri në fund, pasi është dashur ta miratojë qeveria. Ata kanë qenë në pushtet për gjatë gjithë këtyre viteve dhe as pak nuk kanë punuar në këtë drejtim. Emrat të cilët kanë qenë deri tani kanë qenë emrat të cilët vetëm i ka përdorur komuna si mjet komunikimi. Nuk kanë qenë emra zyrtar. Ju mund të shumë lehtë ta vërtetoni nëpërmjet dokumenteve të identifikimit edhe në shkresa zyrtare nga institucionet shtetërore. Ne si komunë kemi formuar një komision për ndryshimin apo emërtimin e emrave të rrugëve dhe në këtë drejtim jemi duke punuar. Mund t'i sigurojmë të gjithë qytetarët se emrat do të rregullohen dhe do të jenë ashtu siç i parasheh ligji, do të jenë emra konkret. Nga komuna e Tetovës zëtohen se së shpejti komisioni i formuar për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe emërtimin e rrugëve pa emra do të delë me zgjidhje konkrete.